në zotim tonë ne kemi pashtu edhe programin 1 miliard euro. Derisa në 4 vitet e kaluara, qeveria Kurthi u fokusu tek krijimi i mirëqenies përkatësisht për nënat, për fëmijët, për ngritjen e kapaciteteve të mbrojtjes, për veriun. Në 4 vitet e ardhshme, qeveria Kurthi do të fokusohet tek zhvillimi ekonomik, zhvillimi infrastrukturor, zhvillimi i kapaciteteve energjetike, si dhe zhvillimi në fushat sikurse janë ngritja e stadiumeve, 20 stadiumeve në shumë prej 250 milion eurove. Padyshim që të gjitha këto ngërthejnë në vete edhe investime kapitale për të realizuar këto objektiva. Deshta të filloj se si do të realizohen të ardhurat buxhetore për me mujt pastaj me investu në zhvillim edhe në investime kapitale. Ne do të fillojmë me krijimin, vetëm kemi filluar me hapat e parë, krijimin e grupit punues për Bankën Zhvillimore. Ky do të jetë një institucion kyç për realizimin e financimit të drejtë për drejtë për sektorët të cilët janë kyç dhe kritik për zhvillimin ekonomik, si dhe sigurinë energjetike, po ashtu edhe mirëqenien shoqërore. Po ashtu do të krijojmë edhe instrumente të tjera të nënkreditimit nëpërmjet sektorit bankar, ku do të ndihmojmë kredit, ku do të ndihmojmë ndërmarrjet e vogla, ndërmarrjet e mesme, pastaj edhe individët. Po ashtu për kompanitë prodhuese dhe eksportuese do të financojmë edhe letër garancitë, që janë të rëndësishme në këtë biznesin dokumentar apo në biznesin e jashtëm. Ne po ashtu e kemi në zotim tonë, ne kemi po ashtu edhe programin 1 miliard euro, i cili në vete përfshin do të thotë investimet e drejtë për drejta tek po ashtu sektorët të cilat janë me interes të veçantë që ndikojnë në ngritje ekonomike. Po ashtu do të krijohet edhe mundësia për mbulimin dhe sigurimin e kredive investuese për ndërmarrjet vogla të mesme, e cila e mbulon një barë që më herët e kanë pas bizneset individualisht, do të thotë e mbulon çështjen e hipotekës apo garantimit të këtyre kredive. Kjo nënkupton që këto kompani kanë qasje në financim dhe po ashtu kanë interesa më të vogla dhe që kthehet në zhvillim për kompanitë dhe qasjen e financimit. Faleminderit.